nuk pyet fare ndjenjën e vet kur voton. Prandaj në këtë aspekt ju thash, nevojiten edhe disa elemente tjera deri sot ti shohim, ta shprehin vullnetin kandidatët njerëz, se mund të jenë edhe kandidatë tjerë që ndoshta do ta shprehin vullnetin kur të patjetër, po flasim deri më tani çfarë por vazhdoi të qëndroj kësaj pjesës që nuk duhet penguar kërkush, pastaj komisioni bën ato detajimet e vet apo filtrat sepse mund të vinë edhe aplikime që nuk janë për pozicionin. Edhe Alesia Balliu është një tjetër emër që ka shprehur aspiratën për të qenë pjesë e garës. Alesia Balliu. Ish antare e Partisë Demokratike, avokatja. Prençi, a mund të jetë Saliani në garë realisht për të qenë kandidat për kreun e Partisë Demokratike, apo ka zëra të cilët thonë që është zoti Berisha që e ka shtyr deri në këto limite që të bëhet gara sa më institucionale? Pra, kujt anë të medaljes i beson më shumë? Çdo antarit Partisë Demokratike të Shqipërisë i lindet drejta për të garuar. Po. Pra nuk përjashtohet Saliani. Është i vetë përjashtuar, se dhe ky është term alla Partisë Demokratike. Këtë lloj termi s'mund e përdor. Shiko, nuk mund ta përdori askush për ta penguar Salianin për të garuar. Nuk e gëzon drejt. Me statut të Partisë Demokratike garon. Nuk është i vetë përjashtuar dhe nuk e ka përjashtuar asnjë instrument i Partisë Demokratike. Nëse ju kujtohet vetëm ai Lulzim Basha, vetëm pse e bëri me vendimarrjen personale përjashtimin e Sali Berishës, u ringrit Sali Berisha dhe futin luftë Partinë Demokratike për t'i marrë partinë dhe ja mori. Tani, Saliani nuk mund e përjashtoj askush nga Partia Demokratike, sepse nuk ka shkelur statutin e Partisë Demokratike. Nuk e ka shkelur. Asnjë pikë të statutit. Ose nuk është antar. Lutem Regjian, është antar, si s'është antar. Se kush ka kontribuar kundër partisë. Po pra patjetër, me gjithë kontributin që ka dhënë. Ja çfarë thot Partia Demokratike. Nuk do të konsiderojnë antar të Partisë Demokratike ata që kanë punuar kundër interesave të Partisë Demokratike në fushatat zgjedhore duke angazhuar në forma të ndryshme, pro kundërshtarëve tan politik apo ata që me qëndrimet e tyre publike dhe politike kanë vepruar kundër vijës politike të Partisë Demokratike. Kanë bashkuar votat qëndrimet me kundërshtarët tan politik për çështje shumë të rëndësishme që si në nivelin qendror ashtu edhe atë vendor. E ka bërë këtë veprim Saliani? Po, kundër linjës së partisë, pra këtu është. Tani me procedurë Partia Demokratike kërkon të eliminojë. Saliani ka marrë iniciativën për të takuar me strukturat për t'i rigjallëruar dhe për t'i aktivizuar strukturat. Pra ka bërë për të mirën e Partisë Demokratike. Atëherë le të përjashtohet. Është i vetë përjashtuar Sali Berisha, sepse ka bërë marrëveshjen me Edi Ramën për listat mbyllura. Përjashtohet. Ka qenë kundër linjës. Vetë përjashtohet, ka qenë kundër linjës partisë. Ka dëmtuar Partinë Demokratike, integritetin e deputetit. A kështu do flasim tani? Shikon, nëse ju na keni thirrur këtu për të dhënë mendimin për të mirën e Partisë Demokratike, hajtë flasim për të mirën. Nëse duam, shiko, unë doja, të lutem, a ka mundësi? Se lutem, se jeni shumë djallëzor ju të këtij televizioni. Unë i njoh ideatorët, unë kaq demokrat jam sa njoh ideatorët e logos Partisë Demokratike. Dikur e pa të ndryshuar. Kjo logoja tregon që Partia Demokratike ka vend për fraksione. Po, stilistik, jo, kjo është përplasja e 8 janarit, njerëzit ta shpjegojnë, përplasjen që pati zoti Saliani me zotin Berisha dhe shkërmoqjen e Partisë Demokratike. Po pra si do ta bashkojnë? Po plasaritjet i keni bërë ju. Po, se nuk ka logo, ja ku e ke logon e Partisë Demokratike prapa. Po pra, ajo është stilistika, përdes aty të ngatëmon, atëherë më jep përgjigje. Jo, s'është djallëzore fare. Jepi përgjigje, nuk është djallëzore. Këtë pra do të them unë këtë. Nëse ne do mendojmë që Saliani është i vetë përjashtuar, Shemsiu është i vetë përjashtuar, Iliri është i vetë përjashtuar, Kikia është i vetë përjashtuar, po marim mëra, ne e të bëjmë Partinë Demokratike kështu si që keni bërë stilistikën ju të logos sonda në emision. Nëse ne mendojmë për të mirën e Partisë Demokratike, unë thash që në fillim, nuk e ka luksin Partia Demokratike, pretendente për të realizuar atë. Pse Berisha thotë është i vetë përjashtuar, ishte i vetë përjashtuar Saliani? Dëgjoj tani. Unë nuk du të flasë... Nuk është autorësia janë, vjen shumë keq të zhgënjë. Të lutëm. Sali Berisha, duhem s'duhem ne është lideri i Partisë Demokratike, lideri historik. Me të cilin Partia Demokratike ka thyrë rekorde suksesi
në arenën ndërkombëtare dhe vendore, ka patur një qeverisje model që i ka dhënë mësim gjithë shqiptarëve 13 vite opozit fitoret më të dhaja fundjeve, 2005-2009, ku ka ndryshuar Shqipërinë në mënyrë rrënjësore, duke luftuar korrupsionin e kriminalitetin e gjithçka, dhe plotësoi 2 kushte shumë të rëndësishme ku Shqipëria u bë anëtare e NATO-s dhe liberalizoi vizat. Këto janë sukseset më të mëdha që ka arritur shteti shqiptar. Ne kemi 13 vite Partinë Socialiste dhe ka shkuar 13 hapa pas. Dhe sot jemi në nivelin 0. Sot e lëm PS-n jashtë se jemi marrë po patjetër. Më thuaj për Saljanin, çfarë do të ndodhi? Saljani do të garoj, dhe unë kam mendimin që duhet garoj, dhe për mendimin tim, në të mirë të Shqipërisë, eksperimenti me Sali Berishën pas rikthimit, 4 vite ka dështuar. Me gjithat mirat që ka Sali. Ka vdekur i themelimi? Ka vdekur. Tani Partia Demokratike kërkon një frimarje të re, kërkon gjak të ri. Personalisht do t'isha që do të garonin njerëzit që nuk kanë mëkate për të Partisë Demokratike, që nuk mbartin mbi supë mëkate, as të kompromiseve me Edi Ramën, as kompromise dhe problematika me korrupsionin, as me coptimin dhe shkatrimin e ligjit elektoral, të hartës elektorale apo të kodit zgjedhor. Minimalisht du të kishte të pakte një 10 kandidat, përfshi dhe zotin Ali Mehmeti, dhe brezi ri në Partinë Demokratike. Dikush duhet a thotë ku që ka stepje për sa kohë është Sali Berisha? Të lutëm, duhet Sali Berisha të bëj hapas, të ja le brezit ri dhe të shkoj zgjedhja e kryetarit Partisë Demokratike me di raunde. Të garojnë 7, 8 deri në 10, të cilët të shpalosin platformat se cilit të tijen në raport me Partinë Demokratike, perceptimin edhe për modelin e Saljanit edhe të Saljaneve tjerë, që a ka të drejt, as ka të drejt dhe si kanë të drejt, dhe 2 mod votuarit në